Horoskopi ditor, 18 prill. Një situatë mund të vërë në mendime. Një moment i vogël mund të ndalojë dhe të bëjë të shohësh ndryshe një situatë që dukej e qartë. Jo çdo reagim duhet të jetë i menjëhershëm dhe jo çdo gjë është ashtu si duket në sipërfaqe. Një fjalë e thënë në mënyrë të papritur, një veprim që nuk përputhet me atë që prisje apo një detaj që të shpëton nga vëmendja mund të bëhet pika që ndryshon mënyrën si e interpreton një situatë. Ka raste kur kuptimi nuk është tek ajo që dëgjon, por tek ajo që ndjen. Nëse e ndalon veten për një moment dhe vëzhgon pa reaguar menjëherë, mund të kuptosh diçka që të tjerët nuk e shohin. Dashi. Një kërkesë e papritur mund të vendosë përballë një zgjedhjeje që kërkon reagim të shpejtë. Instinkti mund të shtyjë të japësh përgjigje menjëherë, por një pauzë e shkurtër mund të japë një avantazh që nuk e pret. Një detaj i vogël në mënyrën si paraqitet situata mund të tregojë se nuk është aq e thjeshtë sa duket. Dikush mund të presë një përgjigje të caktuar nga ty, por kjo nuk do të thotë që duhet të ndjekësh atë drejtim. Nëse e kontrollon impulsin dhe i jep vetes pak kohë për të analizuar, mund të shmangësh një vendim që do të vinte në vështirësi më vonë. Demi. Një bisedë që fillon si diçka e zakonshme mund të marrë një drejtim që të bën të reflektosh më thellë. Një fjalë e vetme mund të ndryshojë mënyrën si e sheh një situatë që e konsideroje të qartë. Në vend që të reagosh menjëherë, dëgjimi me vëmendje mund të zbulojë një kuptim që nuk është i dukshëm në fillim. Dikush mund të mos e shprehë drejt për drejt atë që mendon, por sinjali është aty për t'u kapur. Nëse nuk e mbyll menjëherë bisedën dhe e analizon me qetësi, mund të marrësh një vendim më të zgjuar që të sjellë më shumë siguri në vazhdim. Binjakët. Një ndryshim i papritur në planet që ke bërë mund të detyrojë të reagosh ndryshe nga zakonisht. Në fillim mund të krijojë një ndjesë bezdie, por më pas mund të kuptosh që kjo ndërprerje ishte e nevojshme. Një mundësi që nuk ishte në plan mund të shfaqet në mënyrë të papritur dhe kërkon fleksibilitet nga ana jote. Refuzimi i menjëhershëm mund të bëjë të humbasësh diçka që ka potencial. Nëse e lejon veten të përshtatet dhe nuk mbetesh i fiksuar tek ajo që kishe menduar fillimisht, mund të përfitosh nga një situatë që në dukje dukej si problem. Gaforja. Një reagim emocional mund të ndikojë më shumë nga sa mendon në mënyrën si zhvillohet një situatë. Një fjalë ose një veprim nga dikush i afërt mund të prekë më shumë se zakonisht dhe të bëjë të mendosh gjatë. Në vend që të reagosh menjëherë, një qasje më e qetë mund të ndihmojë të kuptosh nëse është një keqkuptim apo diçka më e thellë. Interpretimi i parë nuk është gjithmonë i saktë. Nëse e trajton me kujdes dhe nuk e zmadhon menjëherë situatën, mund të shmangësh një tension që nuk është i nevojshëm. Luani. Një situatë mund të vendosë përballë një momenti ku duhet të mbrosh një ide ose një qëndrim që ke marrë. Dikush mund të sfidojë mënyrën si e sheh një çështje dhe kjo mund të shtyjë të reagosh më fort. Në vend që ta kthesh në debat emocional, një qasje e qetë dhe e sigurt mund të japë më shumë forcë. Nuk është e nevojshme të bindesh të gjithë për atë që mendon. Mjafton të jesh i qartë me veten dhe mënyrën si e shpreh atë. Nëse ruan kontrollin, mund të dalësh nga kjo situatë me më shumë respekt dhe ndikim. Byrgjëresha. Një detaj që zakonisht do ta lini pa vëmendje mund të bëhet pika që ndryshon mënyrën si e trajtoni një situatë. Një gabim i vogël, një mungesë informacioni ose një vonesë e papritur mund të kërkojë më shumë përqendrim nga ana juaj. Në vend që të shqetësoheni, kjo mund të jetë një mundësi për të korrigjuar diçka përpara se të bëhet më e madhe. Një qasje metodike dhe një kontroll i kujdesshëm i çdo hapi mund të sjellë një rezultat më të mirë nga sa prisni. Nëse i kushtoni rëndësi detajeve dhe nuk nxitoheni për të përfunduar shpejt, mund të shmangni një situatë që do të kërkonte më shumë energji më vonë. Peshorja. Një moment i shkurtër mund të krijojë një dilemë që kërkon më shumë qartësi nga sa duket në fillim. Një zgjedhje që duket e thjeshtë mund të ketë ndikim më të madh në vazhdim. Në vend që të përpiqeni të mbani balancën duke shmangur vendimin, mund të jetë më e dobishme të përqendroheni tek ajo që ju përfaqëson më shumë. Një reagim nga dikush tjetër mund të ndikojë në mënyrën si e shihni situatën, por kjo nuk do të thotë që duhet të ndryshoni drejtim menjëherë.
Nëse merrni kohë për të reflektuar dhe nuk reagoni në impresion, mund të bëni një zgjedhje që ju sjell më shumë qetësi. Akrepi. Një ndjesi që nuk është e re mund të bëhet më e fortë dhe të kërkojë vëmendje të menjëhershme. Një situatë që në sipërfaqe duket e qetë mund të fshehë diçka që nuk përputhet me atë që prisni. Në vend që ta injoroni këtë ndjesi, një vëzhgim më i thellë mund të zbulojë detaje që nuk janë të dukshme për të gjithë. Një informacion që del në momentin e duhur mund të ndryshojë mënyrën si e shihni një person ose një plan. Nëse i besoni instinktit dhe nuk veproni menjëherë, mund të shmangni një hap që do të ishte i gabuar. Shigjetari. Një ide që vjen papritur mund të ndryshojë mënyrën si e shihni një plan që keni menduar më parë. Një sugjerim nga dikush tjetër mund të shtojë një perspektivë që nuk e kishit konsideruar. Në vend që ta lini mendjen, kjo mund të jetë një mundësi për të eksploruar një drejtim të ri. Lëvizjet spontane nuk janë gjithmonë të rrezikshme, përkundrazi, në disa raste janë pikërisht ajo që ju nxjerr nga rutina. Nëse i jepni hapësirë këtij mendimi dhe nuk e refuzoni menjëherë, mund të kuptoni se kjo ide ka potencial më të madh nga sa dukej në fillim. Britsjapi. Një përgjegjësi që duket rutinë mund të kërkojë më shumë vëmendje nga sa prisni. Një vendim i vogël mund të ndikojë në mënyrën si zhvillohet një plan më i madh. Në vend që të ndiqni automatikisht të njëjtën rrugë, një analizë e shkurtër mund të shmangë një gabim që do të kishte pasoja më vonë. Një ndryshim i vogël në mënyrën si veproni mund të sjellë një rezultat më të qëndrueshëm. Nëse ruani disiplinën dhe nuk nxitoheni për të përfunduar shpejt, mund të ndërtoni një bazë më të fortë për atë që po zhvilloni. Ujori. Një mënyrë e re të menduari mund të shfaqet në një moment që nuk e prisni. Një situatë që zakonisht do ta trajtonit në një mënyrë të caktuar mund të kërkojë një qasje krejt tjetër. Në vend që ta refuzoni këtë ndryshim, mund të jetë më e dobishme ta analizoni. Një bisedë me dikë që mendon ndryshe mund të hapë një perspektivë që nuk e kishit parë më parë. Zgjidhjet nuk vijnë gjithmonë nga rruga tradicionale. Nëse jeni të hapur ndaj këtij ndryshimi, mund të gjeni një zgjidhje që ju sjell më shumë avantazh. Peshqit. Një moment qetësie mund të bëhet pika ku filloni të kuptoni më qartë një situatë që ka qenë në mendjen tuaj. Një ndjesi që nuk e keni shprehur mund të bëhet më e qartë përmes një reflektimi të thellë. Në vend që të shpërqendroheni, përqendrimi tek ajo që ndjeni mund të sjellë një përgjigje që kërkoni prej kohësh. Një sinjal i vogël mund të ketë më shumë kuptim nga sa duket në fillim. Nëse i jepni kohë vetes për të analizuar dhe nuk reagoni menjëherë, mund të kuptoni drejtimin që duhet të ndiqni. Nëse kjo video të ndihmoi ose mendon se mesazhi lidhet me ty, mos harro ta mbështesësh videon duke vendosur një like. Shkruaj edhe një koment më poshtë dhe për këtë video shkruaj fjalën mendim nëse ndjen se kjo situatë kërkon reflektim nga ana jote. Nëse dëshiron të marrësh çdo ditë parashikime dhe mesazhe astrologjike, bëj edhe subscribe në kanalin Zëri i Universit dhe aktivizo njoftimet. Gjithashtu, mund ta shpërndash këtë video me dikë që mund të ketë nevojë ta dëgjojë këtë mesazh.